Një vizit kontrolluese tek mjeku specialist në qendrën klinike universitare kushton vetëm 2 euro. Nëse ky vendos se pacienti i tij duhet të shtrihet në spital, atëherë i sëmuri për çdo natë që ri këtu paguan 3 euro. Po erdhi puna për t'ju nënshtruar ndonjë operacioni, përjashtuar ato më specifike, nuk paguhet asnjë cent përveç anestezionit. 20 euro paguhet për anestezion, 30 euro për ditë qëndrimit. Edhe ato gjerin 10 ditë. 3 euro është nata. Në rast qëndrimi, më pak se 10 ditë, mjetët kthehen, e kur kalohet më shumë se kaq kohë, nuk ka nevojë për pagesa shtesë. Po e merr terapinë, e merr ushqimin normal që e ka. Anëse jo të larta, pasi këto çmime janë më të lira me udhëzimin e ri, pjesa dërmuese e pacientëve lirohen pothuajse tërësisht, edhe nga këto pagesa minimale për shkak të kategorizimit. Mundem me thonë diku 40%, 30 deri në 40% që paguajnë. Ato tjetër janë kategori të lirume. Po shkon diku 70.000, 80.000, varsisht varion i muj ka ndallime, më thënë. Bile nga çmimorja e re kanë përfituar edhe shtetasit e huaj. Këtyre ju është mundsuar të paguajnë njësoj sikurse qytetarët e Republikës në marrjen e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik. Megjithatë, vizita tek mjeku specialist dhe qëndrimi në spital mund të kushtoj goxha në rast të terapisë, kjo pasi jo gjithçka që përshkruajnë doktorët jepet falas apo edhe mungojnë ato.